Energjia elektrike vjen të mbetet një shqetësim serioz në njësinë postrip të Bashkisë Shkodër, tensioni ulët dhe linjat amortizuara krijojnë probleme për familjet e fshatrave të kësaj zone. Për këtë banorët kërkojnë ndërhyrje, si shkak i tensionit të ulët u janë ndjekur pajisje shtëpiake, duke u shkaktuar dëme të shumta, ndërkohë në shumë raste kalojnë disa orë pa energji elektrike, edhe pse i paguajnë rregullisht faturat e energjisë. Në kanë tension të ulët. Nuk është 1100 volt. Një të makinari, pajisje si kanë na lavatrice, frigorifer, aristona, ai nuk punon. Edhe nëse punon shija zakonisht edhe psojnë defektet. Pra, na tash dënë me kërku një drejt si na takon. Derisa na e paguajmë korrentin, janë detyruar me pagu. Edhe ata janë detyruar me marrë me na pu 220 voltën, edhe të rregullojnë linjat, sepse janë domën shakot, ushtet, vit, dhe shkondicioni. Po, bojnë 50 vjet si s'ka riparu kush linje. Atje bjen një deg, bjen në tela, bën korda, në rrim tërë. Duhet me shku elektricisi, i duke zinë për shemë Allah, nështë është në Shkodër, se ka ndarë në Shkodër, në shkojmë e staku atje, në s'ka në kërë elektricis, 10 orë, 6 orë, 10 orë, pa energji. Problemi jonë është që na dëna se s'bën 220, për desë na paguajmë dritat. Unë si person paguaj ka 100-150.000 lekë çdo muaj drita. Edhe nuk kanë atencion. Me 170 kam një pajisje të madhe që duhet me furnizu shtëpinë paktën me pajisjet që kanë, mbien automatik çdo gjysore. Për çdo që ka halli mall, e kam kabinën nëpër shtëpisë, pra që nuk kam me pas në tension, kurgush, nuk kanë atencion. Saqë janë telat nëpër sheka, nëpër fiq, janë djegë edhe pemt. Nuk merr kush masë, marr me rregullu, me rabu ka sharrajin paktën. Pra pas djegjet lavatriceve, aristonave. Po këtu zemra ditë kur thonë, kjo është halli mall për zotin, është halli mall. Dini po vjen duke ne të natën edhe pa drita me qira, me gjana, aman me 7 km që është Shkodra jam për regionin në lagje qytetit. Problema është bollë se një 2-3 herë është djeg. Unë jam marrë disa herë në elektrik. Kam shkuar, po ta hekum zot, po ta hekum nesër s'ma ka hekur. Edhe kështu si tensioni shumë i ulët, djega është 2-3 herë kjo kabinë. Edhe gjemon mes dy shtëpia dhe i kam fëmin me gërgëron në rrezik. Pavarësisht ankesës së tyre, banorët theksojnë se deri tani nuk kanë marrë asnjë zgjidhje nga institucionet përgjegjëse.